Një mënyrë për të eliminuar kritikat është kjo. Mos thuaj asgjë, mos bëj asgjë, mos i asgjë. Edhe shife pastaj. Asgjë. Më lart të ngjiteni, aq më të vegjël do ju tukeni njerëzve që nuk fluturojnë dot. Sa më lart të ngjiteni, aq më të vegjël do ju tukeni njerëzve që nuk fluturojnë dot. Një maçok që ndërron të bëhet luan, duhet të heqë dorë nga nepsi që ka përmend. Delet për shembull, kalojnë gjithë jetën duke pasur frikë nga ujku edhe përfundojnë të ngrëna nga bariu. Personale, përkundrazi ndjeu i bekuar. Pse? Sepse ekziston një ligj shpirtëror që thotë kështu: kur dikush shpërndan energji negative për ty, në të vërtetë është duke të hequr negativitet nga shpirti yt dhe është duke e marrë për vete. Nëse dëgjon një grua që flet keq për një grua tjetër, atëherë lutu për të. Me siguri ajo shikon tek ajo tjetra diçka që nuk e ka vet, i mungon. Atëherë, një studim ka vërtetuar se niveli i stresit të prindërve të një fëmie autik është i barabartë me nivelin e stresit të një ushtari në luftë. Unë jam i afër në një fëmie autik dhe sinqerisht nuk ka gjë më të bukur se sa të kesh dashuri për një lule që nuk ka mundur të çel dot si lulet e tjera. As prindrit, as burri, as kush nuk do të kërkoj ndonjëherë falje për mënyrën se si të kanë trajtuar. Përkundrazi, shpesh do të fajsojnë për mënyrën se si ke reaguar. Edhe vëri veshin. Kur ti fillon të trajton dikë në të njëjtën mënyrë se si të ka trajtuar, fillon ofendohet. Një burr bën një pordh në një reality show, të gjithë qeshin nga jasën, porda, dhe kalon aty historia. Kur e njëjta gjë i atribuohet një gruaje, për më tepër me montazh falso në rrjetet sociale, sepse kjo është e vërteta, fillon kori, porda, a thu se ju zboni porda. Nëse, problemi nuk është porda, për gjithë ju që se keni kuptuar. Problemi është mënyra se si e përdorni për të ulur, për të poshtruar një grua e cila nuk u përkul kur. Ju poft mirë. Unë nuk ndjej të bëj nën në këtë moshë, sepse nuk dua të jem gjyshja e fëmijës tim, por dua të jem mami i fëmijës tim. E në këtë moshë do ndihesha pak gjyshja dhe nuk është e drejtë të japësh një gjyshe një fëmije, do të japësh një nën. O të humbur, shqiptar, se të shekeni për të qarë. Për të qarë, e për të sharë, e për të sharë, e për të vrarë. Armisht mbërdhe ju hodhen, edhe ju shtypën sa u lodhen, sa u ngopën. Ju gdhëndën, ju ropën. As buk, as brek ju lan, ju punoni ata han. Nuk ju lan as pak nder që keni pasur për herë. As nder, as turp, as gjak keni, ullni kryet edhe po rrini. I duroni vetë armisht? Prisni vdekjen apo vtisht? Shërbëtor të Anadollit, Kleçk, e lodrat Stambollit, në mos u shove fare, ndizu zemra shqiptare. O shqiptar park zbrazur, fustan qerë,
e kam spathur, semëroni një herë, mpreni kordët për të prerë, mpreni kordët, mpreni pallë, qundri ylli në ballë, të friksoni zuzarët që i shuan shqiptarët, e në vend të tuaj të rroni, si të doni, si të thoni.